Unë ndjeva tepër keq kur dëgjoja dhe shikoja videot se si në himarën tonë në prag të sezonit turistik shëmben ndërtimet pa leje. Fare thjesht nga media kazanët dua një informacion. Pas 11 majit, u ndërtuan këto dhe policia zbaton detyrën, apo pasi e vodhi për herë të katërt pushtetin, sikur dinë mbreti, dërgon ruspat dhe populli e të qajtë ulërisi, ai përsëri do të bosqeshi, do të bëj humor mbi viktimat që vetëm ai dhe ajo parti që ai drejton në vazhdimsi di të shkatroj të bukurën Shqipëri. Fatalitet. Çfarë kohe po jetojmë? Çfarë lajme shikojmë? Asgjë nuk do të ndryshojë.